Jeta në Gjermani? Një sekond. Ja ku është? Këtu. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët përsëri në kanalin Ornella Vlog. Faleminderit që më ndiqni. Unë jam Ornella, për gjithë ata që nuk më njohin, dhe sot do t'rregoj eksperiencën time në Gjermani. Ishte viti 2017 kur unë dhe bashkëshorti im, si një çift i ri pa shumë angazhime të mëdha, vendosëm të vinim në Gjermani. Ishte një vendim i papritur dhe me thënë të drejtë nuk e menduam gjatë. Thjesht duke qenë se bashkëshorti im kishte një dokument italian, ai mund të vinte pa problem, mjaftonte që të gjente një kontratë pune dhe fatmirësisht e gjeti atë shumë shpejt në profesionin e tij si inxhinier informatik. Ndërkohë unë erdha në Gjermani pas një viti nëpërmjet ambasadës gjermane, siç e dini të gjithë besoj, kalvarin e gjatë që duhet kaloj një person për të ardhur në Gjermani me bashki familjar. Në atë kohë unë sapo kisha mbaruar universitetin për informatik dhe kam ardhur në Gjermani. Kur erdha këtu pastaj hasa problemin e gjuhës. Kompleksimi i madh. Si u lidha me këtë kompleksin e gjuhës? Një histori shumë e shkurtër. Kur ne kemi kërkuar shtëpi, më në fund e gjetëm, kemi takuar me qiradhënësin, ai ishte një arkitekt dhe ne menduam, okay, ky ndoshta flet anglisht. Dhe na tregoi gjithë kontratën, folëm, biseduam, por po prisnim dhe tha, jo, tha, unë nuk flas anglisht. Okej, atëherë u mundua me shumë vështirësi për të kuptuar kontratën, ishte shumë e vështirë, megjithatë firmosës pse na duhej shtëpia, dhe në fund kur ai na takoi, na përshëndeti, na tha mirupafshim, tha shiko, unë di anglisht, por ju duhet të mësoni gjuhën gjermane. Dhe në atë moment unë mendova, okay, gjua është shumë e rëndësishme, patjetër që është e rëndësishme, po a duhet ishte kompleks për mua? Jo. Gjithë ju që keni në plan të vini, jeni këtu sapo keni ardhur, një këshill nga mua, ju lutem, mos keni kompleksitet gjuhën. Shkoni në punë, integrohuni, shkoni dhe në kurs patjetër, bëjni njëkohësisht në mënyrë që ta mësoni sa më shpejt gjuhën dhe të integroheni në këtë vend. Ndryshe nuk do të lëvizni me hapa shumë të ngadalt. Këtë e them nga eksperjenca. Mbasi unë bëra kursin, i cili zgjati të paktën një vit, sepse e bëra që nga niveli A1, kaloj çdo gjë me sukses, unë mbeta shtatzan me djalin. Këtu pastaj fillon pjesa tjetër që në Gjermani, kur nuk i di rregullat, ti sjell në jetë një fëmijë, por duhet të qëndrosh me të në shtëpi derisa të gjesh një vend në çerdhe. Sepse unë nuk e dija që sapo merr veshje shtatzan ti duhet fillosh të kërkosh për çerdhe. Është shumë e rëndësishme nëse do të vazhdosh jetën mbas një viti, për shembull pauzë. Atëherë unë u detyrova dhe ndonjë në shtëpi derisa djali ka bërë 2 vjeç e gjysmë, sepse nuk gjeja dot çerdhe. Për ditë u shkoja nëpër dyert e kopshteve dhe ju thoja, ju lutem, keni një vend bosh sepse dua të integrohem, do të filloj punën. Por jo, përgjigjja ishte gjithmonë negative. Atëherë, një këshill tjetër për ju, unë i shkruajta një email Jugendamt dhe për 3 ditë më kanë gjetur vendin e çerdhes së djalit afër shtëpisë. Dhe në atë moment filloi jeta ime pastaj. Unë çoja djalin në kopësht dhe ndërkohë bëja kurse online për të vazhduar për të mbështetur profesionin tim, sepse eksperienca ime ishte zero, unë nuk kisha eksperiencë. Dhe siç dihet në shkollë, të paktën në universitetet e Vlorës, informatika lë për të dëshiruar, do të thënë shkruhet ende në fletore, mbahet shënim, por ti nuk merr shembuj konkret apo të punosh në kompjuter dhe të marrësh eksperiencë, siç funksionon këtu, për shkakun ky është një plus shumë i madh. Në këtë periudhë që unë po bëja këto kurse, erdhi periudha e Covidit. Dhe sigurisht që u mbyllën shumë firma, u mbyllën shumë njerëz në shtëpi, e njihni të gjithë atë periudhë, ishte shumë e vështirë dhe normalisht ishte e vështirë dhe për të gjetur vend pune, sepse firmat nuk ishin të sigurta për veten e tyre. Dhe unë kërkoja punë në qytetin tim, i cili është qytet shumë i vogël dhe ishte shumë e vështirë që unë të gjeja një vend pune aq më tepër dhe online. Pra, ishte thuajse shansi zero dhe unë merja gjithmonë, plus të nga eksperienca që nuk kisha eksperiencë, unë merja gjithmonë përgjigje negative. Erdhi një moment që u mërzita dhe thash me vete, okay, unë do studioja tani, do studioj tregun e Gjermanisë, çka kërkohet këtu më shumë. Dhe kërkohet normalisht pjesa e shëndetësisë gjithmonë është në kërkim. Atëherë duhet të bëja diçka për veten time dhe fillova shkollën nga fillimi. Kam bërë Ausbildung 3 vjet për medicinë shefa angestellte.
ose asistente e mjekut. Pra, infermiere ndoshta, por jo infermiere 100%, por asistente e tij. Dhe kështu e mbarova shkollën dhe fillova punë në spitalin e qytetit. Harrova të përmend vajzën që në mes të Ausbildung unë vetëm shtatzan me vajzën, e sjell vajzën në jetë. Ajo tani është 20 muajshe. Kështu që ja kjo ishte jeta ime, domethënë nga një universitet ku studioja, ku kisha pritshmëri të filloja punë shumë shpejt, erdha në Gjermani, fillova një shkollë tjetër sepse jeta shumë më solli, ndoshta ndonjëherë them do kisha bërë shumë gjëra atje, do kisha mbaruar shkollën, do isha në punë, ndërsa këtu humba shumë kohë, por jo, nuk kam humbur kohë se realisht un kam sjell fëmijët e mi në jetë dhe un jam shumë e bekuar që ata janë tani me mua dhe un realisht ndjem shumë e plotësuar. Tani këtu vjen momenti që ne vendosim të kthehemi në Shqipëri sepse jeta po bëhet shumë e vështirë në Gjermani, ne nuk po e përballojmë dot më. Un kam folur një video gjerë e gjatë mbi arsyet e mia të kthimit në Shqipëri. Nëse ende nuk e ke parë, të ftoj ta shohësh atë. Kjo ishte jeta ime në Gjermani, është shumë e vështirë që ti 8 vite ti përmbledhësh në pak minuta, është shumë e vështirë, por unë përpoqja të jap këshilla dhe të tregoj pikat kryesore të të jetës time këtu në Gjermani. Kështu që dhe të gjithë juve që keni në plan të vini ose sapo keni ardhur, kjo video ndoshta do t'ju hyjë në punë. Unë ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj që më ndoqët edhe sot. Dhe do të shihemi në videon e radhës ku unë do t'rregoj pak për këtë kaosin që kam tani nëpërkëmbë. Ju përshëndes të gjithë dhe ju uroj një ditë sa më të bukur. Mirupafshim.